Kultura, tradita dhe historia e Selitës në Mirdit u prezantuan përmes një aktiviteti muziko-letrar të titulluar Dita Kulturore e Selitës. Ky organizim, që vjen për të 4-tin vit radhazi dhe është konceptuar si një fest në vendlindje, e cila u shpopulluar masivisht gjatë viteve të fundit, bëri bashk banor, ish banor të kësaj zone dhe shumë të ftuar, të cilët u njohën nga afër me potencialin turistik dhe kulturor të Selitës. Vit pas viti e kanë organizuar, megjithëse me një numër të reduktuar nxënësish, është shumë e rëndësishme që kjo shkollë mbetet përsëri e hapur, sepse është si ajo zilja, si ajo dera, si ajo kulla e hapur që pret bitë e tyre kurdo që ato kthehen. Ne si Bashkia e Mirditës realisht kemi vendosur si prioritet zhvillimin e turizmit të gjitha fushave. Dhe mendoj që Dita Kulturore e Selitës nuk mund të jetë një mënyrë më mirë për zhvillimin, për promovimin e turizmit në Bashkinë Mirdit. Rrugtimi im ka qenë një rrugtim i suksesshëm dhe i mbushur me atë që e bën një njeri të ndjehet i mbushur në jetë. Kur më dha mua mundësinë që të fitoj skenën e Mirditës në Rrëshen, dhe nga Rrësheni pastaj të fitoj dhe skenën e Shqipërisë me gjithë atë rrugtim që unë kam patur. I peshkëti dioqezës së Rrëshenit Dom Gjergj Meta tha se organizimi i aktiviteteve të tilla është mënyra më e mirë për të rikthyer dhe bërë bashk banorët në Mirdit. Tashmë prej vitesh dita shtanojt është kthyer edhe në ditën e Selitës. E kjo ka qenë një nga dëshirat dhe ëndrat e mia që këto festa që kemi, edhe Mirdita ka katon për katon, barak për barak ka nga një fest që është fest fetare, fest që kemi lutë me miq, me dashamir, me bija, por kjo fest kthehet edhe në një mundësi për të kthy në dhe me qenë se ne dim shumë mirë se këtu zona është shpopulluar me 90%, 95% edhe më shumë. Dita Kulturore e Selitës përkoi me festën e Shnandot, ku në kishën me të njëjtin emër u mbajt edhe mesha e shenjtë e udhëhequr nga Dom Gjergj Meta, duke i dhënë organizimit një dimension të veçantë shpirtëror.